BBC është themeluar me 12 gusht të vitit 2004 dhe prej atëherë kompaninë kryesore dhe të vetmen e ka shërbimet edhe zgjidhjet në teknologjinë informative, me theks të veçantë zhvillimin e softverit edhe sigurinë kibernetike. Në atë kohë, nevojat kanë qenë të koncentruar kryesisht në infrastrukturë, në furnizim e pajisje kompjuterike, me kompjuter, me printer, fotokopje, dikur më vonë me servera, ndërkohë edhe me licenca softverike. Dikon te viti 2010 tutje është zhvilluar kërkesa dhe nevoja për zhvillim të softverit, e me zhvillimin e softverit janë hapur mandej edhe nevoja tjera të kategorisë së sigurisë kibernetike. Kështu që në mënyrë eksplicite prej vitit 2010 tutje merrem me shërbicën e kohës me zhvillimin e softverit dhe sigurisë kibernetike. Sigurisht që dikon përmi 30 produkte core kemi zhvilluar ndërkohë, ndër vite, të cilat janë në shfrytëzim të institucioneve publike, nisën nga e-Kosova, një platformë që tash i shërben përmi 1 milion qytetarëve të Kosovës, 24 shtatë, që marrin dikon përmbi 200 shërbime, të cilat edhe shtohen vazhdimisht. Një platformë tjetër që kemi zhvilluar ndërkohë që po ashtu është në shfrytëzim të institucioneve publike është regjistrimi i automjeteve. Është në shfrytëzim prej Agjencisë së Regjistrimit Civil, është shpërndarë në gjithë Kosovën, ndërkohë e kemi zhvilluar platformën IBAS, që është një institucion financiar i licencuar prej Bankës Qendrore dhe ofron shërbime bankare të pagesave, transfereve. Kosova është një ndër platformat më komplekse në jo vetëm Kosovë, po edhe më gjanë. Është platforma me shfrytëzimshmërinë më të madhe, përndryshe po ashtu për ka kompleksiteti, njëjtë është edhe platforma e IBAS. E-Kosova ka marrë një periudhë të implementimit prej 3 ose 4 vjet. Është një numër i madh i inxhinierëve tanë të angazhuar në zhvillimin e vazhdueshëm të platformës e Kosova. Një platformë e tillë nuk përfundon asnjëherë. Kompania jonë bashkëpunon kohë mas kohë, varësisht për projekteve me Bankën Botërore, me USAID deri tani, me Gizin Gjerman, me Swiss Contactin, me organizata të ndryshme, me Qeverinë e Luksemburgut, me EULEX-in, me gjitha organizatat ndërkombëtare që kanë qenë në Kosovë dhe që vazhdojnë me qenë në Kosovë. Në anën tjetër kemi bashkëpunëtor në Amerikë, në Londër, në Sloveni, edhe në rajon. Kemi implementuar projekte edhe për Bashkinë e Tiranës. Ka mungesa e kuadrave profesionale për çka ne si kompani jemi detyruar me investuar në zhvillimin e kuadrave. Problematik tjetër është kapacitetet e kufizuar në investim prej klientit. Vlerësimi është drejt i nevojave për investim, për shembull projektet që kanë kosto milionëshe, pretendohet me u implementu me 20% të vlerës ose 30% të vlerës, kështu që nuk ka mundësi me dalë produkt kualitativ dhe që shërben për masë nacionale me një investim të reduktuar në ato vlera. Punonjës duhet me qenë dikon mbi 60 aktualisht. Shumica prej tyre, ndoshta 85% janë zhvillues të softverit dhe inxhinier të sigurisë kibernetike. Kemi programe të ndryshme, një prej programeve të cilat kemi investuar më shumë, dikon përmi 400.000 euro në zhvillim të kuadrave, thirrët 8. Përmes atij programit i kemi trajnuar trit e trejat e Kosovës në një ambient real të punës për zhvillimin e softverëve, prej fillimit deri në fund. Sa i përket sigurisë kibernetike, kushdo që angazhohet për me prodhuar një produkt teknologjik, gjithsesi duhet ta ketë fokusin te cilësia e në kuadër të cilësisë komponenta e sigurisë kibernetike është e patëikalueshme, kështu që më mirë është me vonu produktin se sa me plason një produkt me tmeta të çfarëdo lloji veçanërisht të sigurisë kibernetike.